Atleti shkodran Muhamet Çangeli ka shkëlqyer në garat e Kupës së Shqipërisë të zhvilluar në Elbasan. Ai arriti distancën 7.73 metra në kërcim së gjati, duke u shpadur edhe sportisti më i mirë i aktivitetit. Ky rezultat e rëndit Çangeli në vendin e tretë në historinë e atletikës shqiptare për këtë disiplinë. Një kënaqësi shumë e madhe për mua për me bërë një histori mas shumë viteve që është bë kërcimi i zgjatit për mua. Edhe është një kënaqësi shumë e madhe për mua, besoj edhe për trajnerin tim mas në viteve me lënë këtë rezultat. Trajneri Dorian Tafa, i cili e stërvit Muhametin prej moshës 9 vjeçare, e cilëson këtë sukses si fryt të punës së gjatë, përkushtimit dhe traditës së atletikës shkodrane. Të trashëgosh një punë të lënën nga i malli Bildan Tufi dhe të vazhdosh në hapat e tij, në rezultate kaq të larta, nuk është diçka e vogël, por shpresoj që Muhameti në garat ndërkombëtare jetë edhe me rezultat tepër të lartë. Besoj 7-10, besoj. Veç Çangeli thekson se sfida e tij e rallës mbetet kapërcimi i kufirit prej 8 metrash në kërcimin së gjati. Sfida është herë psikologjike sepse me kap një rezultat 8 metër nuk është një rezultat shumë i lehtë, siç është edhe 7-80, 7-90 janë hap mas hapi që duhet kalohen, por shpresoj shumë me mund edhe me stërvitje me e bë. Arritjet të tilla tregojnë potencialin e sportistëve të rinj shkodran dhe nevojën që ata të mbështeten më shumë nga institucionet sportive, federata dhe pushteti vendor.